Historia e çiftit amerikan që bëri realitet ëndrrën shqiptare jehon në mediat ndërkombëtare. Me ndryshimin e sistemeve në fillim të viteve 90, ëndra amerikane ishte ëndra thuajse gjithë shqiptarëve. 35 vite më vonë, ëndra shqiptare bëhet realitet për shtetasit amerikan. Një shtëpi e mirë e rinovuar plotësisht, të dy në punë me paga të larta në shifra 6 shifrore, një jetë e qëndrueshme ndërtuar hapasapje. Megjithatë, në një moment të caktuar, asgjë nga këto nuk mjaftonte dhe ata zgjodhen të linin të gjitha pas për të nisur një jetë të re në Shqipëri. Kjo është historia një çifti amerikan, të cilët u shpërngulën në gusht të vitit 2024 në Sarandë. Në qytetin shqiptar, bregdetar dhe pas shpërnguljes, ndihmojnë të tjerë të ndjekin të njëjtën rrugë. Përvoja e tyre ndarë në Business Insider dhe mëtej në mediat italiane buron nga vendimi për t'u larguar stilit konvencional të jetës dhe nga dëshira për të nisur gjithçka nga e para pa pritur dalje në pension. Shpërngulja në Shqipëri nuk ishte i vetmi plan, siç raportuan ata, gjithçka nisi me një udhëtim 3 në për disa vende europiane përfshirë Italinë, Maltën, Portugalinë, Spanjën dhe Mbretërinë e Bashkuar të ndërmarrë për të shqyrtuar mundësi të ndryshme. Por pas kthimit në shtëpi, çifti vendosi të realizonte shpërnguljen. Kishte kuptim, duke marrë parasysh gjendjen e tregut banesave ku ndodheshin, ndaj e nxorën shtëpi në shitje. Shumë shqiptar ende ëndërrojnë Amerikën. Çifti që i kishte të gjitha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ironikisht, bën realitet ëndrrën shqiptare duke nisur prej 2 viteve një jetë të re në tokën e shqiponjave. Klima, kostoja e ulët e jetesës si dhe afërsia me botën perëndimore janë disa nga favoret që u ofron ëndra shqiptare. Artikulli i Il Messaggero. Claiborne i përshkruan vitet para largimit si një përpjekje të vazhdueshme për të përshtatur dhe për të jetuar brenda një modeli të paracaktuar, pronësia e një shtëpie, punësimi qëndrueshëm, fundjava të kaluara duke rregulluar shtëpinë. Ashtu si shumë njerëz, unë dhe Sam punuam për të ndjekur atë koncept të ëndrës amerikane dhe ja dolën ban, thot ai. Gjatë pandemisë, çifti e kishte rinovuar plotësisht shtëpinë e tyre, një angazhim që ai thot se ishte bërë gjithëpërfshirës. Ndjesha sikur po kaloja çdo të shtunë dhe të diel në Home Depot dhe pastaj gjithë javën duke punuar në një dhomë të vogël. Corel konfirmon një ndjenjë të ngjashme lodhje të lidhur shumë me monotoninë se sa me punën e vështirë të vërtet. Nuk ishte vërtet përmbushëse, ne kishim bërë atë që duhej, kishim ndërtuar atë jetë, por nuk po bënim asgjë të re në atë pikë. Prandaj vendimi për të thyer modelin, por pa pritur kohën e dur për ta bërë. Claiborne është i qartë në këtë pikë. Ne nuk donim të prisnim derisa të dilnim në pension, të plakeshim ose njëri prej nesh të zhvillonte një problem shëndetësor përpara se vendosnim se donim të shkonim të shihnim botën. Përparësitë e Shqipërisë. Zgjedhja e Shqipërisë ishte kryesisht për arsye praktike që lidheshin me vetpunësimin. Sipas tyre, sipërmarrja ishte mënyra më realiste për të zhvendosur në rajon pa dalë në pension. Është një mundësi e shkëlqyer për të qenë sipërmarrës, por avantazhi praktik që e bëri Shqipërinë zgjedhjen e fortë ishte burokracia e thjeshtuar për qytetarët amerikan, shpjegoi ai. Të lejon të qëndrosh për 12 muaj pa vizë, për të qëndruar më gjatë, të dy zgjodhën një leje të lidhur me fillimin e një biznesi duke marrë një qëndrim 5 vjeçar, brenda rreth 6 muajve nga mbërritja me një kosto totale prej më pak se $2.000 për të dy. Për Corel, faktori i vërtet që i lejoi çiftit të ri fillonte me sukses, ishte zgjidhja për të çliruar plotësisht nga të mirat e tyre materiale, duke përfshirë sendet familjare të grumbulluara me kalimin e kohës. Ne hoqëm dorë nga gjithçka, hoqëm dorë nga gjërat tona dhe nga jeta jone vjetër. Claiborne ndan të njëjtën pikpyetje, duke i përshkruar objektet e grumbulluara si një bar dhe jo si një lidhje. Ajo që kuptova në ato proces ishin gjërat tona, ato që na mbanin përpara, duke punuar me njerëz të tjerë që lëviznin jashtë vendit e kuptuam këtë. Është tepër çliruese, por edhe tepër e vështirë të heqësh dorë nga të gjitha objektet që përbëjnë jetën tënde. Për shumë njerëz gjërat të rëndojnë vërtet. Së fundmi, Claiborne vëren se shumica e atyre që lëvizin në Shqipëri janë më të moshuar, shpesh me viza pensioni, ndërsa të rinj mbeten të rrallë. Pikërisht për këtë arsye ai beson se koha e duhur për të provuar një rrugë të ngjashme është kur ka ende kohë për të ndryshuar kursin në rast dështimi. Sidomos kur lëviz kur je i ri, duhet të kesh një qëndrim, të paktën po të përpiqem. Nuk ke pse të marrësh një vendim të prerë për të zhvendosur jashtë vendit ose për të jetuar në Shqipëri përgjithmonë.
pasi gjëja mirë e bërjes së kësaj kur je i ri është se mund të thuash në rregull do ta provoj dhe nëse nuk funksionon, kam ende kohë të bëj diçka tjetër. Për vendimin e zgjedhjes së Shqipërisë përfundon ai. Motivimi i vërtet ishte vetëdia se heqja dorë do të ishte një keqardhje më e keqe se vetë rreziku.